Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, janë bërë parafërsisht 10 ditë që ka mbaruar Ramazani, ose pak më shumë. Në Ramazan edhe pak para Ramazanit kemi dëgjuar shumë ligjërata, shumë këshilla për përmirësimin e nefsit, për devotshmëri. Domethënë për të bërë rob të Allahu xhalla xhelaluhu të mirëfillt në gjatë Ramazanit. Këto i keni dëgjuar edhe live, edhe domethënë direkt, në mënyrë direkte, edhe në rrjetet sociale, edhe në media e kështu me radhë. Po fatkeqësisht këto këshillat e shumta që janë me vend, domethënë që jipen për Ramazan, pas mbarimit të Ramazanit ndërpriten më një herë. Apo ndërpriten, domethënë ato inkurajimet që u kanë dhënë hoxhallarët për leximin e Kur'anit, për devotshmëri, për sadaka, për istighfar e kështu me radhë. Kjo është një gabim domethënë edhe i davetxhive, i hoxhallarëve. Duhet të dim se duhet vazhdojnë këto këshillat edhe pas Ramazanit. Bide kemi hala më shumë nevojë se në Ramazan. Sepse në Ramazan Allahu xhalla xhelaluhu neve na lehtësoi shumë gjëra. I lidhi shejtanat, i hapi dyert e xhennetit, i mbylli dyert e xhennemit e kështu me radhë. E tash fillon sfida pas Ramazanit, duhet domethënë mos tregojmë gaflet, pa kujdesi në këtë aspekt. Prandaj unë du ta përmendi një titull të ligjëratës është testi pas Ramazanit. E testojmë veten tonë pas Ramazanit si jemi. Pra, Ramazani a ishte një shi ose një mjegëll me shumë shi që e lishoi shiun dhe u largua, apo ishte një stin e bereqetshme që na ndryshoi neve pozitivisht. E këtë mund ta testojmë pas Ramazanit, sepse e dim se edhe në përshkretëtira bie shi gjatë vitit, njëherë diherë bie, bile ndoshta edhe bëhen edhe vërshime. I keni pa në tokat arabe për shembull, bëhen vërshime. Ama prapë e shohim se atje është shkretir. Pse? Se ajo ishte vetëm një mjegëll me shi ra dhe u largu, iku. Për gjelbru një vend, për të lullzuar, duhet atje vazhdimisht domethënë të ketë shi, apo? Të ketë shi. Edhe pak ndërprerje mund të ketë, ama duhet të ketë gjatë vitit shi, edhe verës duhet të ketë shi. Edhe pse më pak, po duhet të ketë. E kështu, domethënë besimtari duhet të konsiderojë Ramazanin, ato mësimet e Ramazanit, domethënë si një sezon, si një stin e bereqetshme që neve na bëjnë të lullëzojmë me veprat tona, me imanin tonë. Prandaj, domethënë sa kemi ndryshuar jetën tonë në raport me Allahun xhalla xhelaluhu, në raport me ibadetin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, sa ka ndryshim para Ramazanit, një muaj para Ramazanit, si kemi qenë? Dhe tash si jemi? Nëse jemi njëjtë, vallahi Ramazani nuk na ka bë asnjë dobi atëherë. Nëse na ka hik sabahu para Ramazanit, në Ramazan e rregullum, elhamdulillah, e falshim sabahin me xhamat bile. Tash neve nëse nuk na vazhdon kjo vepër madhështore, pra namazi i sabahut me xhamat, atëherë domethënë nuk e kemi shfrytzuar Ramazanin ashtu siç duhet dhe nuk na ka dhënë atë bereqet neve Ramazanin nëse nuk vazhdojmë me këtë adhurimin dhe adhurime të ngjashme si kjo pra. E tash Ramazani a duhet të konsiderohet si një ligj që e nxjerrin shtetet zakonisht? Shtetet ndonjëherë nxjerrin ligje, domethënë që falin dënimet e hershme. Për shembull, nëse janë bërë ndërtesa pa leje, nxez, janë mbledh, shteti me një periudhë e nxjerr një ligj, thotë di falim ato të kaluarat. Mo përmirësoheni, apo? Ose ato domethënë dënimet që janë të trafikut, i falin. Mirë, Ramazani a është e kështu? Po mund ta konsiderojmë kështu, na falin gabimet e kaluara me lejen e Allahut. Na falin gabimet.
Ama nëse ne vazhdojmë t'i bojmë ato gabime, ose t'i bojmë ato lëshime në obligimet e Allahut xhelle xhelaluhu, atëherë nuk e kemi shfrytzuar rastin që në janë falë. Prandaj, duhet domethënë ta testojmë veten tonë. Ta dim se muaji i Ramazanit duhet të jetë një muaj që neve na përmirëson, na ndryshon pozitivisht dhe na mbushën neve me shpresë për të ardhmen, Na mbushën domethënë me shpresë për të ardhmen. Prandaj ne ato adhurime që i kemi bë gjatë muajit të Ramazanit, elhamdulillah, ndoshta si kemi bë më herët, po në Ramazan kemi filluar t'i bëjmë. I kemi lënë gjunahet që i kemi bë më herët. E tash duhet ta dim se duhet të adhurojmë Allahun xhelle xhelaluhu, domethënë në çdo kohë, në çdo muaj. Zotin e Ramazanit e adhuruam në Ramazan, po ashtu duhet ta dim se edhe 11 muaj tjerë e kanë një Zot. Është i njëjti Zot, ai i Ramazanit. Duhet adhurohet. Allahu xhelle xhelaluhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja. Pra, jo me mbarimin e Ramazanit, jo me mbarimin e ditëve të haxhit, jo. Derisa të të vijë vdekja, adhuroje Zotin tënd. Ky urdhër është njëkohësisht edhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ndodhi që ka ndodhur ditët e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e dim se 17 namazet e fundit, duke qenë njët, nuk i ka pri besimtarët, sahabet. Ai që i ka pri ka qenë Ebu Bekr radiallahu. 17 namaze. Vetëm, do me thënë, ditën e gjuma, ditën e shtun, ditën e diell, 5 kohë. Nuk ka dal imam. Ditën e enjte, Jacin po ashtu nuk ka dal imam, dhe ditën e hanë sabahun nuk i ka falë. Këto banë 17 vakte. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e shtun u përmirësu pak. Ditën e shtun. Dhe kërkoi ndihmë prej disa sahabëve që ta marrin, subhanallahu, ta bartin. Di sahabi kështu e morën mjedis pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e bartën. Ebu Bekri ishte duke e falë namazin e drekës. Namazin e drekës, do me thënë imam ishte. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve: "Më çoni afër Ebu Bekrit." Dhe nuk kish fuqi që ndronte në kam. Subhanallah. U ul në majtën e Ebu Bekrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as zëri pra nuk i dilte aq shumë. Thonte tekbiret, Ebu Bekri e kish funksionin e mikrofonit. Ai e nxirrte atë tekbiret. Çfarë duhet kuptojmë nga kjo? Pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Momentet e fundit, pas nesër dhe ndroje jetë, në atë gjendje nuk e la namazin me xhamat. Nuk e la. Subhanallah. Ulët, u fal aty, dhe me thënë dashuria për të adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu, kujdesi për të adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu, i ka vazhduar deri në momentet e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe Omerin radiallahu anhu mund ta marrim si shembull. E dini se Omer radiallahu anhu ka ra dëshmor dhe ishte ato ditët e fundit ishte i plagosur rënd, kishte gjakderdhje të madhe. Edhe në kohë të sabahit ai, domethënë, alivanosej dhe kthjellej. Herë ashtu. Gjakderdhja madhe, edhe dihej se përfundimi çfarë është. Mjekët i thanë se nuk ka shpëtim prej kësaj. Në kohë të namazit të sabahut erdhi një i ri dhe i tha: "Ja emiral mu'minin." O prijësi i besimtarëve. Tha: "A e ke fal namazin e sabahut?" E zgjoj. Omer radiallahu an u kthjell dhe tha: "Po e kam fal." Tha: "A ka islam pa namaz?" Tha, subhanallah. A ka islam pa namaz? Në atë gjendje i binte të fikët, i plagosur rënd, e fali namazin e sabahut. E sot ne një jargon do na vije më i rënd se plaga Omerit radiallahu an.
as se si do me thonë kjo nuk i ngjan një muslimanit. Prandaj, vëllezër, nëse kemi qenë të kujdesshëm për namazin e sabahut, për teravit, për lexim Kur'ani, për istighfar, për sadaka në Ramazan, tash është koha për me vazhdu, Allahu Jelle Jelaluhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një ajet: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." O Muhammed, bohu pra në rrugën e drejtë qëndro, bohu i drejtë. Ti dhe ata të cilët pendohen, do me thonë nga besimtarët, bashkë me ty, edhe ata të qëndrojnë në rrugën e drejtë. Ky ajet e ka rëndu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë. Do me thonë është një si vërejtje, qëndro në rrugën e drejtë o Muhammed. Po ashtu edhe ata të cilët janë bashkë me ty dhe që pendohen. Prandaj, kjo rrugë nuk është vetëm një Ramazan. Kjo rrugë është e gjatë. Kjo rrugë prej pubertetit deri në vdekje për muslimanin duhet të adhurojë Allahun Jelle Jelaluhu. Me krejt obligimet të cilat na ka obligu Allahu Jelle Jelaluhu. Pastaj në këtë ajet thot: "Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Pra mos bani zullum. Dhe Allahu është që i sheh veprat tuaja. Prandaj ai Allah që na shihte në Ramazan, po me namaznate, po me agjerim që kërkon devotshmëri, është një adhurim i fshehtë, ai Allah na sheh edhe tani. Na sheh çdo vepër, të fshehtë apo domethënë të hapur. E tani disa pika do t'i përmendi, se testi pas Ramazanit tham. Pra, çfarë kemi fituar prej Ramazanit? A kemi qarë, a kemi fitim, apo Ramazanin e kemi bë vetëm si një tradit? Haj se agjeron baba hoq, haj se agjeron gjyshja, edhe unë e të agjeroj. E bëm si një dietë, e bëm si një tradit, haj se krejt agjerojnë me agjerune. Apo ishim të vetëdijshëm se Allahu na ka obligu dhe për këtë arsye kemi agjeru. Apo e kemi konsideru si një sezon që bëhen ushqimet ndryshme, ama që ishin në me thonë vetëm për Ramazan. I dhim ato ushqime, ato brumna, ato gjella që bëhen për Ramazan. A vetëm për këtë ne do me thonë jemi mundune, apo Ramazani kalon gjurmë të imanit, të devotshmërisë tek ne. Tani mund ta kuptojmë këtë më mirë në disa pika. E para është se ne në Ramazan pa dyshim që afrohemi te Allahu Jelle Jelaluhu. S'ka dyshim këtë gjë. Teravijat janë mbush xhamiat. Së pak do me thonë shumica e xhamive janë mbush. 70-80%, dhe një xhami 100% është mbush. Tani janë mbushet? Jo, nuk mbushet. Pra kjo tregon se në Ramazan jemi afru te Allahu, jemi afru me namaz, me adhurime tjera e kështu me radhë. E tash pas Ramazani, a vazhdojmë të afrohemi te Allahu Jelle Jelaluhu me namaz, me lexim të Kur'anit, me ibadetet tjera, a vazhdojmë? Fatkeqësisht shumica nuk vazhdojnë. Të kishin vazhdu, njëjtë dhe mbusheshin xhamiat si në Ramazan, edhe në namaz sabahit, edhe në yatsi, edhe në teravih. Pra, duhet të bëjmë këtë testin, së paku ju që dëgjoni këtu dhe ata që do dëgjojnë pra këtë ligjerat. A jemi prap në namaz të yatsis, tregullt? A jemi në namaz sabahut? Do me thënë, për të varfërit, a kujdesemi edhe pas Ramazanit? Edhe kjo është një afrim të Allahu Jelle Jelaluhu, sadakaja. E duhet të korrigjojmë vete. Po ashtu, pika e dytë është, në Ramazan kemi pas mëshirë. Pa dyshim që shoqëritë muslimane kanë pas mëshirë në Ramazan. E kemi kuptu këtë, e kemi vërejt, për shembull, në punë, gazdallarët va kanë shkurtu oraret punëtorëve, u kanë thonë mos punoni shumë, dhe me thonë gjëra të rënda e kështu me radhë. Dhe me thonë lehtësime, mëshirë, ose dhe me thonë e kemi mëshiru tjetrin, fëmijën tonë që ka agjeru, apo mos u lodh, mos hec, unë të mbaj me makinë e kështu me radhë, kemi bë
gjeste që tregojnë mëshirën, kemi pas mëshirë. Apo jemi pajtu me dikant që kemi qenë të idhnum, mëshirë. Ja kemi falë dikuj që na ka bo pa drejtësi për hir të Allahut, mëshirë. E tash ajo mëshira a vazhdon tjetë, apo jemi ngurtësu në zemra, apo jemi bo ma të ngurtë. E nëse nuk vazhdon ajo mëshira prej Ramazanit, pikpyetja sa kemi përfituar në këtë aspekt. Pika e tretë është pa dyshim që ne kemi pas durim në Ramazan. Apo? Ndoshta ndonjëherë kemi qenë nervoz, po çfarë kemi thënë? Inni saim, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë jam i agjërueshëm, nuk kemi hin debat, apo nuk kemi grind me të tjerët. Pastaj kemi pas durim. Nuk kemi agjëruar në ditë e parë të Ramazanit, tretën një mlodh me nuk agjëroj. Jo, durim, kjo tregon, durimin e robit, ndaj adhurimit të Allahu xhelle xhelaluhu, 30 ditë kemi agjëruar. 29, 30 sa ka qenë, e kemi agjëruar, kjo kërkon durim. Pa durim a bëhet kjo? Vallahi s'bëhet. Haj, një sahat para iftarit me prish. Jo, durim kemi pas për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. E tash a kemi durim në adhurime? Apo se durimi është 3 çeshit, 3 lloje. Durim në fatkeqësi, durim mosbërjen e gjunaheve dhe durim në praktikimin e urdhrave të Allahut. A e kemi atë durim? A e kemi durimin për namazin e sabahut? Apo a e kemi durimin të mëshirojmë tjerët? A e kemi durimin të kontrollojmë veten? Dhe ti bojmë ato adhurime tjera që na ka urdhëruar Allahu xhelle xhelaluhu. Po ashtu ne kemi pas një term që quhet në Islam ihsan. Çfarë është ihsani? Të adhurosh Allahun xhelle xhelaluhu sikur e sheh Allahun xhelle xhelaluhu, edhe pse ti nuk e sheh, e din se ai të sheh, je i bindur. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E këtë në agjërim shumë mirë e kemi vërejt, sepse siç e përmenda edhe më herët, është një adhurim i fshehtë. Kërkush nuk të shef, ama ti për hir të Allahut nuk e prish agjërimin. E vazhdon kët agjërim, pra adhurim. Pse? Se e din se Allahu të sheh. Kjo është ihsan. Kjo është ihsan. Dhe ti je domethënë i përpik në kët adhurim, mos e prishish në asnjë farë mënyre. Kjo tregon se ke domethënë atë nivelin më të lartë të bindjes. Ihsan. Mirë po, nëse këtë ihsan nuk e kemi pas Ramazanit, atëherë Ramazan, 30 Ramazana kemi agjëru, 40 Ramazana kemi agjëru, a na bën dobi? Jo. Kjo është si shembulli, një njeri e ka shtëpinë ose banesën, dhe domethënë në atë vend që duket prej dritares e tij, kalon një tren. Kalon një tren. Ai shkon treni në atë vendin e vet. Shkon veç që e shikon. Nuk hipën në atë tren. Pra ai tren vin dhe shkon, ki është në shtëpinë e vet pra. Edhe Ramazanit vin shkojnë, nëse neve ihsanin nuk ne realizon, atëherë Ramazan, 50 Ramazana nëse ke përjetu, nëse nuk ke ihsan, nëse nuk ke kuptu hala se Allahu të sheh në çdo moment, edhe natën, edhe ditën, edhe në publik, po edhe në vetmi, atëherë Ramazanat ani se vinë. Neve Ramazanat dhe në bëhen vetëm një tradit, nëse nuk e kemi përfitu ihsanin prej Ramazanit. Po ashtu, kemi qenë më devotshëm në Ramazan vëllezër. Sepse urtësia e agjërimit ishte devotshmëria. Çfarë është devotshmëri? Pra ta respektojmë Allahun xhelle xhelaluhu dhe ta kemi frikë Allahun xhelle xhelaluhu në zbatimin e urdhrave të tij dhe në largimin nga haramet, nga gjunahet që Allahu xhelle xhelaluhu na ka ndaluar. E kjo devotshmëri a vazhdon akoma pas Ramazanit. Po ashtu, pika tjetër është se kina pas një farë dashurie, afërsie, ndash me familjarët, ndash me miqt, me shokët, me kujshit, me fqint, e kështu me radhë, kemi pas një afërsi që kjo zakonisht nuk vazhdon shumë jashtë Ramazanit. Edhe pse duhet të vazhdoj. Apo i kemi thirrë niftar familjarët, shokët, miqt,
dashamirët, kujshit e kështu me radhë. Kemi pas një farë lloj afërsie. E tash do me thënë një gjë që ka humbë në kohërat e fundit, që as vlla me vlla nuk shkojnë të kalojnë koha, po? Do me thënë misafirllëku, ai do me thënë me mikpritja, këto dal nga dal janë duke u zhdukur në shoqërinë tonë që kjo është një ves, një gjë e keqe. E në Ramazan ne këtë e ngjallim elhamdulillah. Thirim niftar, shkojmë niftar, apo ose në sifir, e kështu me radhë. Kjo a vazhdon edhe pas Ramazanit me e thirr hallën, me e thirr dajen, me e thirr motrën, apo me e thirr ndoshta me babën nuk jetësh babën, nonën. A vazhdon kjo apo e presim Ramazanin tjetër për këtë afërsi, për këtë harmoni? Duhet të vazhdoj edhe pas Ramazanit, pra, kjo dashuria që e kemi mes nesh, ne musliman. Po ashtu, solidariteti ka qenë, dhe me thënë, një gjë e vërejtur në Ramazan për muslimanët, si sadakatul fitri, si zekjatet që është tradit tjepet në gjatë muajit Ramazanit, si, dhe me thënë, ndihma e nevojtarve e kështu me radhë, e ki solidaritet, kjo mbështetje, a vazhdon pra edhe pas Ramazanit. Nuk duhet pra të harohen nevojtarët edhe pas Ramazanit. Kështu kanë qenë të parët tanë, Ebu Bekr radiallahu anhu, po sahabët tjerë, me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur me sahabët dhe pyeti, kush sot agjiron? Jashtë Ramazanit ka qenë, nafile. Ebu Bekr radiallahu anhu thot, unë, ja Rasulullah. Pastaj pyetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush sot e ka përcjell një xhenaze? E ka falë një xhenaze, e ka përcjell deri te varet, ka marrë pjesë në varim. Ebu Bekr radiallahu anhu ka thënë, unë. Pastaj thot, kush e ka ushqyer një të varfër? Ebu Bekr radiallahu anhu thot, unë. Pyetje domethënë për punë të mira. Dhe kjo nuk është domethënë si e falësi se pejgamberi Allahut pyetën dhe Ebu Bekr radiallahu anhu thot, unë. Mos e kishte pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr radiallahu anhu nuk dash fashte kat. Ata mundoheshin domethënë ti fshehin punët e mira nga sinqeriteti. Por ai thonte unë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një njeri që i bën për një ditë këto, ai është i xhennet li është. Pra e kuptojmë se Ebu Bekrat, Omerat, Othmanët, Alijat, këto kanë qenë të tillë gjatë vitit, kanë ushqyer të varfër, janë solidarizuar me besimtarët tjerë. Po ashtu e fundi që duhet ta përmendi, ne në Ramazan i rritëm qëllimet. Apo i rritëm qëllimet. Kishim në horizontin ton, kishim qëllime të larta, të larta. E synojshim derën Rejjan, apo me ata gjërim e synonim derën Rejjan, të hym prej ati. E kërkonim prej Allahu xhelle xhelaluhu Firdausin, faljen e Allahut. Shumë, përmirësimin në adhurimet që kemi pas, lëshime, kemi pas synime të larta, të ngjasojmë Ebu Bekrit radiallahu anhu, të ngjasojmë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E ato qëllime të larta tani, a u zhdukën, apo vazhdojnë të jenë qëllimet tona, apo ishin vetëm për Ramazan? E këto janë disa pyetje që mund të marrim test vetën tonë, se a kemi përfitu prej Ramazanit, a kemi qarë, prej Ramazanit. E këto përgjigjet se cili prej nesh, se cili për veten e tij duhet t'i jape. Unë s'mund të fali për ju, as ju për mu, as ju për njëri tjetrin. Pra se cili vetë dhe jape përgjigje dhe da kuptoje se sa ka përfitu prej Ramazanit. Në fund, duhet ta përmendi një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahu thot, inna ahabba al-a'mali ila Allahi ta'ala ma dama wa in qalla. Punët më të mira të Allahu xhelle xhelaluhu, më të dashura të Allahu xhelle xhelaluhu janë ato punë që mund të jenë pak, po janë të vazhdueshme. Prandaj mos e harrojmë namazin e natës. Apo mos e harrojmë sunnetet. Mos e harrojmë sasia mund të jetë e vogël
sadakas, lëmoshës, po mos e harrojmë, ta mbajmë gjallë domethënë zemrën tonë me këto vepra duke e forcuar imanin, ndash me namaz, ndash me sadaka, ndash me lexim të Kur'anit, a vetëm në Ramazan dhe bëjmë di hatme, një hatme, 3 hatme. Jashtë Ramazanit nuk dhe lexojmë? Jo, lexoje domethënë vazhdoje. Bëne një program pa Kur'an mos ri asnjë ditë. Edhe nëse një faqe, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, veprat më të dashura te Allahu janë ato që janë të vazhdueshme edhe pse janë pak. Ma mirë çdo ditë një faqe Kur'an të lexosh se sa në Ramazan 10 hatme të bësh. Wallahi ma mirë është. Kjo të mban gjallë dhe ta mundson që ta arish Ramazanin tjetër me devotshmëri. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.